Ndërsa sezoni turistik ka nisur dhe mushkonjat shtohen, në Komisionin e Prokurimit Publik zvarritej një vendim mbi tenderin e dezinsektimit. Analiza e vendimit përfundimtar të datës 5 maj 2026 duket e frymëzuar nga filozofët e lashtë kinez. Vendimi i gjen të arsyeshme të mbështesë të dy të vërtetat që u përkasin dy konkurrentëve në tender. Në rastin konkret, autoriteti kontraktor ka aplikuar një standard të dyfish vlerësimi nga njëra anë. Ka skualifikuar shoqërinë NRG SHPK për mungesë të një elementi formal, konkretisht autorizimin e produktit biocid në momentin e hapjes së ofertave. Ndërkohë që nga ana tjetër është kualifikuar Egyan Med SHPK, pavarësisht faktit se produkti paraqitur prej tij nuk përmbush një kërkesë thelbësore teknike të përcaktuar në dokumente standarde të tenderit. Konkretisht efikasitetin e provuar dhe të autorizuar ndaj mushkonjave të gjinisë Anopheles. Ky trajtim i diferencuar nuk mund të justifikohet me asnjë argument juridik apo teknik, pasi krijon një situatë ku kërkesat formale zbatohen në mënyrë rigoroze dhe absolute ndaj një operatori, ndërkohë që mangësitë substanciale tolerohen ndaj një operatori tjetër. Një qasje e tillë përbën jo vetëm shkelje të parimit të barazisë, por edhe një devijim të rëndë nga standardi i paanësisë, theksohet në vendimin e Komisionit Prokurimit Publik. Por më poshtë, komisioni deklaron, edhe nëse pretendimet e parashtruara në ankimin në lidhje me operatorin Egyan Med SHPK do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fituesi kontratës, pasi sipas vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ai rezulton i skualifikuar nga procedura. Dhe kështu, me këto kinezërira vazhdon pazari, ndërsa në terren është arritur në një pikë ku nuk ka rëndësi se kush fiton, por mjaft të eliminohen mushkonjat. Gjithsesi, misioni i vrasjes së mushkonjave këtë vit është caktuar kompanisë Egyan Med me pronar Fatos Lashi. Ky po i merr të gjithë tendrat e dezinsektimit, megjithëse nuk i plotëson kushtet formale të hartuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Në këtë rast bëhet fjalë për kontratën shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, ndarë në 5 lote, me fond të përgjithshëm prej 725 milion lekësh ose 751.000 euro. Disa prej loteve u fituan nga Fatos Lashi me flamur të kuq për riskun e korrupsionit, disa të tjera me ndihmën e Komisionit Prokurimeve Publike. Kështu, tenderi loti 2 shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane Qarku Tiranë me fond limit 235 milion lek është regjistruar më 13 shkurt 2026. Në procedurën e mbajtur më 17 mars 2026 morën pjesë 4 operatorë ekonomik, po 2 prej cilëve nuk kanë bërë afare ofertë ekonomike. Pra, pjesëmarrja e tyre është formale sa për të krijuar idenë letra se aty ka pasur konkurrencë. Por faktikisht, për sa kohë që një konkurrent merr pjesë në garë por nuk bën ofertë, ai është automatikisht i skualifikuar. Skualifikimi i gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerën më të ulët, këtë klasifikimi bën tenderit Open Data Albania. Komisioni i tenderit duket se ka zbatuar porosinë që tenderin ta fitojë Fatos Lashi, sepse nuk është interesuar për vlerën e ofertave. Megjithëse propozimi i Egyan Med SHPK nuk ishte oferta më e ulët, komisioni do ta shpallte fitues më 8 prill 2026. Në datën 20 shkurt 2026, njëri nga pjesëmarrësit do të kërkonte në Komisionin Prokurimeve Publike modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi. Kërkesa u hodh poshtë sepse Instituti Shëndetësor Publik e kishte qepur kostumin për Fatos Lashi. Dhe kur themi kostumin, kushtet për të fituar tenderin. Edhe kërkesa e bërë për anulimin e tenderit mori përgjigje negative në 5 maj 2026. E njëjta situatë, në të njëjtën tavolinë dhe në të njëjtën ditë dhe orar në tenderin loti 3, shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane Qarku Durrës me fondin limit 113 milion lek. Megjithëse Loerma prezantoi ofertë shumë më të ulët, nuk u morën në konsiderat duke ia dhënë tenderin kompanisë Egyan Med SHPK. Akoma më flagrant është fakti i dhënies së tenderit për Fierin. Në procedurën loti 4, shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane Qarku Fier, kompania Fatos Lashit ka fituar me ofertën 140 milion lek. Pavarësisht denoncimit në Komisionin e Prokurimeve Publike, vendimi në favor të Fatos Lashit nuk ka ndryshuar. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin loti 1, shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane Qarku Shkodër, me fond limit 60 milion lek. Procedura është shënuar nga Open Data Albania me flamur të kuq, pasi paraqet dyshime për korrupsion dhe favorizim fituesi. Oferta e Fatos Lashit ishte 10 milion lek më e shtrenjtë se sa më e ulta, por Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk i bëri përshtypje. Tenderi i dezinsektimit është i përvitshëm dhe është kthyer në aferë korrupsioni, ku paratë e marra për shërbimin nuk përdoren në luftën kundra mushkonjave. Mosbatimi i kontratave të dezinsektimit të zonave bregdetare e mjediseve urbane është konstatuar edhe nga kontrolli i lartë i shtetit dhe drejtoria e antikorrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë. Abuzimet financiare dhe shkelja e procedurave ligjore të tenderit i ka konstatuar dhe auditi, i cili përveç anulimit të tenderit vitin e kaluar, ka kërkuar edhe largimin nga ISHP të krejt komisionit. Pas skandalit, qëndronte Gerta Manastrirliu që nuk reagonte për denoncimet. Kjo shpjegon pse ka vazhduar gjatë pazari me tenderat e dezinsektimit të bregdetit dhe zonave urbane të Shqipërisë.
Këto tendere i jepeshin vetëm firmës NRG SHPK me ofertë fituese 99% të fondit limit. Përzierja e ish-ministrës shpjegon po ashtu që nuk kontrolloheshin abuzimet e financuara me tenderat. Nuk dërgoi inspektorati shëndetësor të verifikonte kryen e dezinsektimit nga firma NRG SHPK. Kujtojmë se edhe në muajin shkurt 2022 koordinatori i Agjencisë Antikorrupsione e Ministrisë së Drejtësisë, Eliarda Hita, ka raportuar abuzime të rënda me tendera dhe lidhjet në konflikt interesi në ISHP, mbasi 3 shefa të ISHP ishin të punësuar te firma private NRG SHPK, të cilës i kishin dhënë tenderin e dezinsektimit për periudhën 2019-2021. Aktualisht në krye të ISHP-s, që është institucion kontraktues për tenderat e dezinsektimit, është Dorina Toçi. Ajo zëvendësoi Eugena Tominin, e cila 25 shtator 2025 u emërua nga Këshilli i Ministrave zëvendës ministre e shëndetësisë. Toçi më parë mbante pozicionin e përgjegjësit të sektorit të sëmundjeve kronike në ISHP dhe të përgjegjësit të sektorit në njësinë e performancës së shëndetit publik. Në tenderat e dezinsektimit ka futur duart edhe Komisioni i Prokurimeve Publik. Ish kreu i Komisionit të Prokurimit Publik, Jonaid Myzyri, është marrë zyrtarisht në hetim nga prokuroria e posaçme. Myzyri dyshohet se ka shpërndarur detyrën në tenderin për spërkatjen e mushkonjave. Sipas dokumenteve, Myzyri nuk ka zbatuar një vendim të formës prerë të gjykatës administrative të apelit. Ai ka dalë mbi gjykata duke i dhënë vetes atribute që si takojnë në sistemin gjyqësor. Në dokumente saktohet se në vitin 2023 është zhvilluar tenderi me disa lote për dezinsektimin e zonave urbane dhe bregdetare, duke filluar nga Velipoja për të përfunduar në Ksamil. Kanë qenë disa firma në garë, por shkeljet të mëdha janë gjetur në lotet e Fierit dhe të Vlorës. Në Fier ka qenë loti 5 me objekt shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane Qarku Fier. Me fond limit rreth 220.000 euro, është zhvilluar në datë 13 qershor 2023 nga Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara. Në këtë tender kanë marrë pjesë disa firma ku fitues në Agjencinë e Prokurimit Publik doli firma Egan. Firma Tumse ankimoi në Komisionin e Prokurimeve Publike, i cili vendos të skualifikojë të gjitha firmat që ofruan më pak duke ia dhënë tenderin firmës NRG SHPK, e cila ofroi më shumë. Pra, dikur ishte NRG e flutura Nuredinit që bënte ligjin. Tani është Fatos Lashi. Madje në vendimin e Komisionit të Prokurimeve Publike shkruhet se firmat që ofruan më pak u skualifikuan për shkak se falsifikuan disa dokumente. Në datën 25 korrik 2024, apeli vendosi që të pranoj patinë dhe të shfuqizoj 2 vendime të Komisionit të Prokurimeve Publike. Por, Komisioni i Prokurimeve Publike jo vetëm që nuk e zbatoi, por refuzoi kategorikisht që të vepronte. Ndërkaq, vazhdon pazari për tenderin e dezinsektimit për Vlorën. Tenderi i shpallur më 13 shkurt 2026 dhe akoma nuk ka njoftim përfitues. Kështu ndodh kur korrupsioni eklipson edhe vetë qëllimin e tenderit. Sezoni i turizmit mund të dëmtohet seriozisht nga mushkonjat, por zyrtarët janë në nethet e paras.